Në takimin e sotëm të kryetarit të komunës Prizrenit Shaqir Totaj me drejtorët, ku të gjithë ishin prezent dhe raportuan për angazhimet javore, duke filluar nga drejtoria inspektoratëve, cila po tregon aktivitetet e dallura. Ajo e shëndetësisë raportoi se ka disa procedura vazhduese në këtë drejtori, sikurse edhe ajo e emergjencave. Sot mundna me fillu, që është një lajm i mirë se kena mirë pa vetura dhe nëse inspektorat pa vetura së ndalë me as Tiran. Kemi përcjell listën e mjekëve familjar në Ministrinë të Shëndetësisë, e cila listë do të vendoset në e-Kosova, në platformën e-Kosova. Po ashtu kemi filluar edhe me furnizim të zyreve dhe ordinancave shëndetësore me inventar për nevoja të ndryshme. Vazhdimisht kemi edhe punë me palë për që vinë për kërkesa mbështetje financiare që kemi. Përshkrimin e punës ty. AMAI kryetar. Kur është bërë marrëveshja, është bërë mes kryetarëve të komunave dhe AMAI-s, për cilën fatkeqësisht na si drejtori veç që i japim pagat edhe çka i gjonat të tyne, çka i mungojnë atyne i japim kompetencat i bajnë komplet atë. Drejtoria administratës tregoi për angazhimet e drejtorisë dhe ndihmën që i ka dhënë klubit basketbollistik Bashkimi. Drejtori i bujqësisë tregoi për komisionin në terren që po verifikon makinat bujqësore. Nga kadastra u bë e ditur se po punohet tashmë në pjesën finale për hapësirën e varrizave të qytetit. Gjithashtu, javën e kalum konkretisht disa ditë më parë klubi basketbollistik Bashkimi Femrat janë shpall kampion dhe ishta më informu kryetar se drejtoria e administratës vazhdimisht i kena përkrah Bashkimit Femrat, konkretisht edhe lojën e Final Fourit edhe lojën e finales i kemi përkrah me ka 100 litra naft për shkak se tash qendra sportive është në rinovim edhe po duhet me udhëtu gjithmonë. Edhe një në Rahavec, po, edhe një kërkesë tjetër çka ka qenë prej autostradës binale, ka qenë një kërkesë për bartjen e artistëve, kryesisht relacioni prezident Prishtinë dhe prezident Shkup, edhe atë kërkesë e kemi aprovu. Po, për aeroportit mi pruk, ne. Po, gjithashtu edhe me ndreqjen e kohës kanë filluar edhe punimet prapë sindromin Down. Jemi në fazën përfundimtare. Besoj që shumë shpejt mundna me dalë me përuru. Dorët cilat janë dhënë në vitin 2020 dhe 2021, gjatë tërë javës janë angazhuar drejtoria e bujqësisë në inspektim në terren, i kanë kryer disa regione, kanë mbetë edhe për këtë javë me përfundu krejt si projekt. Gjithashtu edhe me trajtimin e qenëve Ndaca kemi pas disa ankesa në Prevall, ku është intervenuar edhe në atë pjesë, është shfaq dukshëm dukuria e këtyre qenëve Ndaca edhe në Alt, për shkak të festës kemi angazhuar ekipet në Alt për mos me kafshu dhe vizitor në Prevall. Kena pas bashkëpunim me drejtorin e shumë publike në shtëpinë në rrugën e tranzitit për me qitë pikat për rrugë, aty pak dje ka dalë telashe për shkak disa uzurpimeve, sot mas mbledhjes edhe unë si drejtor do të marri pjesër, dje s'kan lejë punëtorët me punu, disa familja kanë kundërshtu pikat ka me kalu rruga, besoj që sot pëjmë zhjithë dhe për stat. Nga kultura u raportua për suksesin e shënimit të 17 shkurtit dhe angazhimet për kartën e vullnetarizmit. Pranverim Berisha tregoi se pas rasteve të tërmiteve në Turqi, kjo drejtori ka marrë obligime shtesë të shohë statistikat e ndërtimeve të larta dhe me legalizim të lëvdatave edhe nga USAID. Drejtoresha e Arsimit njoftoi për një varg aktivitetesh që po bëhen në këtë drejtori dhe tashmë përgatitjet që po bëhen për garat shtetërore që do të mbahen në Prizren, fizikanti i ri. Po presim një përgjigje nga ana e ministrisë se si të bazohem ne, nga që me ligj nuk është e përcaktuar në karta e vullnetarit apo karta e vullnetarizmit për vullnetarizëm. E potencuar që edhe klubi i Bashkimit Vajzat janë shpall kampion. Normalisht ata kanë pasur mbështetje të mirë vitin që shkoi, po ashtu do të kenë mbështetje serioze këtë vit. Diçka tjetër nuk kemi, në përgjithësi çdo gjë është mirë. Ne ta kemi si drejtori Bilespaku minimumi një inxhinier të ndërtimtarisë, sepse ja po sillen situata të tilla që në një moment ballafaqohemi edhe me kësi lloj pyetjesh, edhe me kësi lloj si komunë dhe si drejtori me ndërmarr veprimet e nevojshme konform stabilitetit të objektit. Stafi më ka garantuar dhe më ka thënë që ne në statik kur që përpilohet hartohet nga statiqari, ne kemi fokus të veçantë.
Kam një kërkesë për drejtorinë e administratës, kom pas shumë kërkesa nga shkolla për bustët emnat e dëshmorëve që janë në shkolla dhe shkollat dhe këshillet drejtuese të shkollave kanë kërku që të kenë buste në shkolla dhe më kanë thonë që kuadër të administratës ka qenë si projekt. Nëse mund të tregu se ne nuk e kemi në planifikim këtë pjesë dhe gjatë javës kalume bashkë me drejtorin e shërbime publike inspektoratit Katastrit dhe drejtorin e bujqësisë kemi pas një takim për detajzimin e projektit për parcelën që është në lagjën Dardania. Po, për qerdhe, po dhe për pjesën tjetër se na po planifikojmë me bën një projekt të detajzuar për komplet parcelën, secilin nga kondi vet. Drejtoria Financave sipas drejtorit Badallaj ka filluar mbar tashmë dhe janë duke i kryer edhe disa pagesa. Sa e di është caktuar një zyrtare e Shqipërisë si eksperte në atë fushë për me shtyja të projekt. Është mirë që me fillu edhe me rënë kontakte më të shpejta se koha po hecë se është një projekt i madh për këtë vit që janë caktuar me diku 3 milion euro në ndane. Edhe koha veç po hecë. Është mirë që jona që me pak këtë punë me shtyjë sa ma shumë, që me fillu se janë mande procedurat e tenderimit, janë kriteret që i japin vetë këta bankës evropiane, por ne do ta bëjmë shpalljen e tenderit. Normal në kushte, ata kriteret i japin unë sa i di, por na du të me hapë si shpallje tenderit sa i di. Panajiri ndërkombëtar i turizmit dhe sportit i cili do të mohet në Prishtinë me 27 dhe 28 prill. Kemi ftesë dhe kërkojnë përgjigje që 2 javë në ka ftesa. Është financim 30% financimi komunës dhe 70% i mbulojnë donatorët e Panajirit. Kështu që do të me diskutua dhe do të me japë një përgjigje. Do të marrim pjesë në si komunë dhe si të Prishtinë po. Për cilë atë kërkesën? Në rregull. Që është kërkesën? Oke, në rregull. Janë kriju 2 ekipe ku dalin në teren për evidentimin e punëve që janë kryu. Është fjala për shtëpitë që janë ndërtu gjatë vitit kaluar, edhe disa kulmeve që kanë qenë të listës së përfituesve. 2 ekipet janë ty evidentuar rastin në teren, edhe operatorët kanë kërkuar raportet në mënyrë që të mbërmbyllen pagesave. Drejtoria Shërbimeve Publike njoftoi një lajm të mirë se brenda 10 ditësh fillon tenderimi i 14 projekteve kapitale. Pronat e komunës, të cilët janë trajtuar me hartën zonale, edhe faktikisht në bazë një shletimit tim dokumentacionit hartës zonale nuk janë të përfshira si duhet. Kishte me qenë mirë që me kërku prej tyne që gjitha pronat e komunës të kalojnë në pjesën e shfrytëzimeve të përzira, si zonë e shfrytëzimit të përzirë, që komuna me pas drejt në kadër të asaj për interesat veta me i shfrytëzu për objektet e veta apo për ato qëllimet që janë në interes të përgjithshëm. Pronat e komunës? Po, pronat e komunës sociale. Të cilat nuk janë trajtuar me plan? Janë trajtuar me plan, po janë trajtuar si zonat ndryshme. Po është një zonë që drejtori e din, po ZSHP është zonë e shërbimeve të përzira quhet. Ajo nënkupton që mund ndërton edhe shkollë, edhe çerdhe, mund ndërton edhe objekt banimi edhe afalizem, edhe një objekt që është në interes të komunës. Kjo kishte me qenë mirë edhe që të bëhet një propozim, ndoshta të formulohet një fjalë. Është të menaxhoni me shkrim një email ku e specifikon edhe masëmena qatë email pranverimi e përcjell ministrit e kujdut me përcjell, me drejtorit e tjera. Unë menoj kryetar që drejtoria urbanizmit duhet me përgatitur në mënyrë profesionale këtë fjali. Së fundmi kryetari Tutaj kërkoi që nesër përsëri takoj drejtorët e të diskutohet për performancën e drejtorive. Në ora 9, këtu, edhe e bo prezentimin se është temë e rëndësishme. Tjetra, pej se cilit person për jo përkujtoj edhe në herë, kur të merë një pjesë me në i farë trajnimin, që disa respektojnë, disa nuk e respektojnë. Kush do për juve që shkën më në i trajnim? Duhet me përcjell një informacion me shkrem ku o konë, shka ka po, shka ka mësu edhe pësa o shkone në nësishme me shkun të trajnim.
Përmend plani i vlerësimit të rrezikut për territorin e komunës dhe plani për energji dhe për klimë.